por dhe që po vazhdojnë të tjera, sepse dhe tjera kallëzime penale po adresohen ndaj tij, e bëjnë atë personin me një ngarkesë krimesh të jashtëzakonshme të kryera në këtë vend, dhe që patjetër s'pak është i detyruar që t'u japi atyre zgjidhjen e duhur ligjore. Nuk flas thjesht dhe vetëm për ato procedime penale që janë regjistruar dhe që hetimet po vazhdojnë madje për disa edhe në mënyrë intensive, por edhe për kallëzime të tjera, të cilat në një farë mënyre është regjistruar procedimi penal, por për shkaqe subjektive, do të thoshja unë, që lidhen kryesisht me një lloj pune të mefsht të spakut, madje edhe me një mungesë guximi prej prokurorëve të SPAK, nuk po konkretizohen faktikisht me ngritjen e akuzave, me marrjen e tij si të pandehur dhe me dërgimin e çështjeve në gjyq. Kam parasysh këtu 21 janarin, i cili thuaj se është gati, dhe akuza ndaj Berishës si personi numër 1 që ka urdhëruar vrasjen e 4 protestuesve në 21 janar dhe që plagosi një numër të konsiderueshëm të tjerë njerëzish dhe që në një farë mënyre vrau fjalën e lirë, vrau demokracinë e të tjera, është një dosje që tashme ajo thuajse është gati edhe pret vetëm thirrjen e pak dëshmitarëve që kanë ngelur pa u pyetur, sikurse është pyetja e ish prokurores së përgjithshme, e cila e nisi mirë punën, por pastaja me presionin që i bëri Berisha, me kanosjen serioze që ai i bëri asaj disa planshe, jo thjesht për jetën, po edhe në fushën e moralit e tjera me radhë, e bën ata që të tërhiqej edhe të mos e hetonte atë çështje, sikurse ja thosh asaj detyra e prokurores përgjithshëm, po duke lënë çështjen në rrugës. Ajo duhet pyetet, japi shpjegime se pse e la çështjen në rrugës dhe çfarë di ajo konkretisht për këtë ngjarje, sepse provat e para në dorë të saj kanë qenë. Sikurse duhet pyetet edhe që ka ngelur pa u pyetur për ta mbyllur ciklin edhe ish presidenti i Republikës Bamir Topi, madje ka për të thënë versionin e vetë, deklarimet e veta edhe kryeministri aktual i vendit, por ish shefi opozitës asaj kohe, dhe dosja e 21 janarit pastaj, me të gjitha provat që janë marrë, me 2 vendime tepër të rëndësishme, atë të kolegjit penal gjykatës së lartë dhe vendimin e Strasburgut bashkangjitur dosjes, janë gati që të gjykohen në gjykatën e shkallës parë për krim kundër korrupsionit dhe krim të organizuar, dhe Sali Berisha me bashkëpunëtorët e tij të përgjigjet për këtë dosje. Sikurse është në hetime sipër edhe thuajse po përfundon hetimi i vrasjes 4 vëllezërve Aklaj, ku Sali Berisha del që është organizator i atyre vrasjeve, frymëzuesi i atyre vrasjeve, urdhëruesi i atyre vrasjeve, dhe madje nga provat e shumta që janë marrë, bie në sy edhe fakti i vetëpërgjegjësisë së Sali Berishës, i cili e thot troç edhe me zë e me figurë para gjithë shqiptarëve që më zunë rrugën dhe unë hapa rrugën. Do me thënë, ata mua më zunë pritë edhe unë për të hapur, do me thënë, rrugën për të shkuar, për të bërë mitingur atje, i vrava. Aty në Milot tentova të vrisja Fatmir Haklaj, por u vra Sokol Haklaj edhe punojësi i gardës, plus edhe një nga ta që qoj si ekzekutor Saliu, pra edhe një nga krau i Saliut u vra aty, me 3 vrarë pra, dhe pastaja pasoj me vrasit e tjera të Haklajve. Sikurse
kam parasysh dosjet e tjera, të cilat tashme, më thënë, janë edhe ato në një fazë tepër të rëndësishëm hetimi, sepse ka dalë çfarë roli luajti, roli e organizatorit, në një numër të konsiderueshëm akte shtetëra deri terroriste të Sali Berishës ndaj ambasadës amerikane, dhe është një dosje hapur ndaj ambasadores Mariza Lino, akti terrorist i urdhëruar prej tij dhe që ngeli në tentativë dhe që është procedim i hapur, dhe sikurse janë urdhërat që ai dha për grushtin e shtetit, dhe që grushtin e shtetit e filloi faktikisht qysh në Shkodër, duke marrë gjithë institucionet lokale atje me njerëzit e vet, duke i pushtuar me polici, me gjithë administratën e vendit atje, duke plaçkitur bankën, duke bërë një vjedhje të jashtëzakonshme të bankës Shkodrës me një shumë që kalonte rreth 5 milion euro dhe të cilat gjitha vajtën në shtëpinë e Sali Berishës e tjera. Pra janë krime që po hetohen, edhe të gjitha këto presin, si të thuash, punën, pasionin, profesionalizmin, guximin e prokurorëve të SPAK, të cilët nuk kanë pse presin dale qatë dënimi do marri me kompleksin Partizani dhe pastaja t'ja qojmë radhë të gjitha akuzat e tjera mal që janë ngritur kundër Sali Berishës. Kështu që kompleksi Partizani po ecën si gjykim, ajo është një çështje tashme që e ka marrë thuajse të plot formën e saj, sepse kur të ngrihet akuza, kur masa e sigurimit që merret ndaj teje i kalon të 3 shkallët e gjykimit me miratim, kur gjyqtari i seancës paraprake thot që çështja të kalojnë gjyq, dhe kur çështja tashme në gjyq ka kaluar dhe po vazhdon gjykimi i saj, ajo nuk pret gjë tjetër tashme veç se dënimin e tija për korrupsion të lartë shtetëror dhe marrjen e dënimit deri në 12 vjet sa e ka kodi penal për këtë vepër. Avokat, nëse qëndrojmë në këto zhvillime, tash më duket sikur edhe amerikanët nuk po shprehen më avokat. A e kanë braktisur amerikanët çështjen e non-gratës, a ka rënë non-grata siç pretendojnë njerëz pranë zotit Berisha, si qëndron e gjithë kjo panoramë, si qëndron i gjithë ky aktualitet politik, si e ke parë?